nderuar shikues, përshëndetje, po takohemi në magazinën Info Plus, do t'ju sjellim në vazhdim lajmet kryesore të ditës, ndërsa në fokus të magazinës së sotme do të kemi për vjetorin e 26 të çlirimit të Kosovës. Kosova po shënon ditën e çlirimit ku 26 vjet më parë trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në vendin ton pas bombardimeve kundër caqeve ushtarake policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Nga 24 marsi deri më 10 qershor 99, NATO bombardoi Serbin për t'i dhënë fund një prej gjenocideve më të mëdha në Ballkan. Gjatë fushatës 78 ditore u kryen mbi 10.000 bombardime. Me rastin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të Kosovës, presidentja Vjosa Osmani tha se në tokën e djegur të Kosovës barkoi shpresa kur 50.000 ushtarë të NATO-s hynë në vend duke ndihmuar në çlirimin e një populli të shtypur ndër shekuj. Ajo vlerësoi kontributin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe NATO-s për kthimin e shpresës dhe të guximit në vend, duke theksuar se ata sollën dritë pas një errësire të gjatë. Presidentja theksoi se me gjithë përpjekjet për të rishkruar historinë, ajo mbetet e pandryshueshme. E në përvjetorin e 26 të çlirimit të Kosovës, lider institucionale Partijak bën homazhe në prekaz të vari presidentit Ibrahim Rugova dhe të ai veprimtarit Adem Demaçi, ku vlerësua lart kontributi tyre në çështjen e Kosovës, ndërsa u potencua se familja Jashari qëndron në bazamentin e shtetësisë së Kosovës. Sa herë vjen 12 qershori, qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare vizitojnë prekazin për ta nderuar heroizmin e familjes Jashari. Aty nuk mungojnë as nxënës nga shkolla të ndryshme. Florim Doroci nga Mitrovica erdhi në prekaz bashkë me vajzën e tij, derisa tha se është e rëndësishme që gjeneratave të reja t'u tregohet për sakrificën e të rënëve për liri. Ta janë dëshmorë, janë rrallë për Kosovë, po ta që dhe qikën me prusë, se ku pas sefte me ta erdha e pruna. Se më konë në vetë për veti ma heret, po qikën po ta që me prunë. E nuk munguan as bashkëdhetarit. Edhe pse jetojmë mërgim, po gjithmonë vim në këto ditë si janë shenjta e vizitojmë këto familjet nderuar. Në ndërim të sakrificës së familjes Jashari në ditën e çlirimit, homazhe bëri kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili vlerësoi lart sakrificën e kësaj familjeje dhe të gjithë atyre që ranë për këtë ditë. Në këtë vend të familjes jashtëzakonshme Jashari, aq të jashtëzakonshme sa që të papërsëritshme, dhe të kryekomandantit Adem Jashari, kryekomandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila ishte bartëse e procesit të lirisë që para 26 vjetëve u shoqërua edhe me ndërhyrjen e avionëve të NATO-s kundër Serbisë, armike, agresore, pushtuese, okupatore. Homazhe në prekaz bën edhe kreu i PDK-s Memli Krasniqi bashkë me kryetarin e komunës së Skenderajt Fadil Nura, nën kryetarin Samil Ushtaku, si dhe me anëtarë të tjerë të PDK-s. Jemi këtu në prekaz, aty ku është rënja e lirisë së vendit tonë, për të nderuar sakrificën sublime të familjes Jashari, e cila qëndron në bazamentin e shtetësisë së Kosovës, si dhe përmes këtij nderimi për të respektuar dhe për të nderuar të gjithë të rënët që janë më meritorët për lirinë e vendit tonë. Në mesazhin e kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku, ndër të tjera u tha se e ardhmja është e skicuar dhe projektuar në fjalë të atit themeltar të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova. Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë anëtarësuar në NATO dhe BE e me miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj, duke kujtuar betejat e burrave e grave të OÇK-s anë kënd vendit, theksoi se lirinë e bëri edhe me kuptim plot për kraja e bashkësisë ndërkombëtare në krye me SBA-n dhe NATO-n. E lideri i nismës Fatmir Limaj tha se kjo ditë kujton sakrificën, guximin dhe qëndresën e popullit ton për liri dhe dinjitet. Do të vazhdojmë të mbesim edhe me pikërisht me çlirimin e Kosovës 26 vjetorin e saj, ku gazetari Aslan Bajrami, i cili në vitin 1999 punonte në redaksinë e Kosovës në Radio Televizionin Shqiptar, raportoi pranë kufirit mes Maqedonisë dhe Kosovës për hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë me 12 qershor të vitit 99. Kolegun Aslan Bajrami e kemi në studio dhe me rrëfimin e tij do të sjellim emocionet e asaj dite. Zoti Bajrami, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi sot. Faleminderit, të gëzuar ditën e çlirimit.
Gjithashtu dhe juve, unë e thash që keni raportuar pikrisht me 12 qershor të vitit 99 në ditën kur hynë forcat e NATO-s në Kosovë. Sigurisht që do të sjellim emocionet e asaj dite, mirë po fillimisht do doja të ndjekim kronikën të cilën ju e përgatitët dhe transmituat pikrisht atë ditë. Dëmbëdhjetë qershor 1999, ora 4 e mëngjesit. Sa po kisha mbritur nga Tirana në afërsitë e Bllacës. Kamera e Driton Ymerit, kolegu tim të redaksisë e Kosovës pran radio televizionit shqiptar, po regjistron të këto pamje ekskluzive, kalimin e qiellin e Kosovës të helikopterëve të NATO-s. Dita e lirisë e Kosovës po agonte. Helikopteret e forcave të NATO-s tani sapo kanë hyrë në hapësiren ajrore të Kosovës, si që mund t'i vreni, këta helikopter i paraprin kolonës e tankeve që sot... Shumë pranë kufirit në pikën e takimit Bllac Hani Elezit, qysh me 10 qershor 1999 ishin dislokuar trupat toksore britanike, bashkë me to dhe një kontingent forcash franceze. Për rreth 1 orë 15 minuta, helikopterët transportues dhe survejues nga më të ndryshmit mbulonin qiellin e Kosovës. Gjithë çka siguroi parafutjes përmes rrugëve toksore të tankeve të NATO-s në Kosovë. Në këtë pikë, në afërsitë e Bllacës, është dislokuar një kontingent tjetër i forcave të NATO-s, të formacionit... Ora shënon të 5:17 minutat mëngjesit, tanket e para të NATO-s hynë në Kosovë nga kufiri me Maqedoninë, ndërsa një ditë më pas trupat aleancës zbarkuan edhe nga Shqipëria. Tanket britanike po ja afrohen kufirit me Kosovën, dhe ato tani do të... Shumë pranë kufirit me Kosovën, në Stankovec refugjatët e cfilitur shqiptar, paksa të befasuar, ende nuk mund besonin se Kosova është e lirë. Këto forca janë për neve të mirëseardhëna dhe do të kthehemi së bashku me to. Kisha pas dëshirë si sa më shpejt unë edhe të gjithë shqiptarët të kthehemi në vendindjen tonë dhe ta gëzojmë lirinë për gjakun që kemi derë deri tani. Dita e lirisë e Kosovës 12 qershor i vitit 1999 erdhi fal luftës heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndihmës së madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Një ndihmë të jashtëzakonshme për këtë ngjarje të shënuar historike ka dhënë dhe shteti shqiptar duke i besuar ndër të tjera mbrojtjen e kufive NATO-s, si dhe duke ju ankoruar me inteligjencë qendrimeve euroamerikane si në planin politik e diplomatik dhe ushtarak njëkohësisht. Kemi ndjekur kështu kronikën e cila u transmetua 26 vjet më parë e që ka të bëjë pikërisht me hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Zoti Bajrami pam kronikën e përgatitur 26 vjet më parë për hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë pas përfundimit të bombardimeve dhe largimit të forcave serbe. Do doja të kem më shumë them ashtu një rrethim rreth asaj se si ndodhi e gjithë ajo ditë. Ishte një ditë normalisht historike. 12 qershori vitit 1999, ne kishim informacion se kjo mund t'jetë dita e futjes e forcave toksore nga Maqedonia dhe një ditë më vonë edhe nga Kuksi, nëpërmjet Prizrenit. Unë isha përgjegjës i lajmeve për Kosovën pranë Radio Televizion Shqiptar, mora masa që të mri me kohë në kufirin që ndante Kosovën me Maqedoninë. Udhtova bashkë me operatorin, përkatësisht xhirusin Driton Ymeri, në drejtim të kufirit Shqipëri-Maqedoni. Dhe morëm masa që ne të mos kishim probleme me forcat e sigurisë së Maqedonisë, me njerëzit që biseduam në Kërçov dhe në Gostivar, që njiheshim me ta, sigurum 2 makina të ndryshme që njëra makinë të shkoj me kamerën, tjetra tje mund dhe operatori dhe kështu vepruam. Diku në ora 22 të datës 11 qershor kemi mbritur në afërsitë e kufirit të Shqipëri-Maqedoni. Kamerën e kemi nisë nëpërmjet pikës kufitare të Tushimishtit afër Pogradecit, kurse një futur me një makinë tjetër në Qafthan dhe kam vazhduar pastaj jemi bashkuar me makinën tjetër me drejtuesin e saj dikun në hyrjet e Gostivarit. Dhe kemi vazhduar për në Blac, përkatësisht për në Han të Elezit, ku ishte bërë grupimi forcave të NATO-s për të futur
në mëngjesin e datës 12 qershor në Kosovë. Do më thënë ishte një rrugë tepër problematike, sepse kemi pasur indicjet që forcat sigurisë e Maqedonisë mund të na pengojnë. Mirë po, mbritëm me kohë dhe arritëm të filmojmë futjen fillimisht e helikopterve në linjë ajrore, cilët transportonin edhe mjete ushtarake në tokën e Kosovës, dhe pastaj t'i bënim ato paraqitjet në pikat më të ndryshme ku ishin grupuar edhe forcat britanike dhe ato franceze, sepse këto dy kontingjente kanë qenë ishin të parat që janë futur në Kosovë. Ishte një emocion normalisht i veçantë, aty në afërsi ishte edhe një kamp ku ishin sistemuar refugjatët tanë, të dëbuar forcërisht në kuadrët e një projektit spastrimit etnik që e bënte Serbia në Kosovë. Do me thënë, njerëzit që i takonim, me të cilët bisedonim, nuk ju besonin as syve, as veshve, si që thuhet, se në Kosovë po futen në përmjet tokës edhe forcat e NATO-s. Dhe ky ishte normalisht një moment shumë i rëndësishëm, një kthes tepër e rëndësishme, falë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila normalisht i bëri për vete edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe aleancën më të fuqishme botërore, politike dhe ushtarake, siç ishte NATO-ja, sepse ushtria çlirimtare e Kosovës si faktor i brendshëm që ishte përcaktues, bëri një luftë, i bindi edhe faktorët ndërkombëtar që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë atë në qëllimet që kishte Kosova për të çliruar dhe për të pavarësuar më vonë. Si e marrët lajmin që pikërisht me 12 qershor do të hynë trupat e NATO-s në Kosovë, marrë parasysh faktin se informacionet në atë kohë ishin vështirë të realizueshme? Unë kam pasur fatin të jem edhe gazetar që kam mbuluar konferencën e Rambujës. Dhe ne kishim informacion edhe në atë kohë se pas 6 ditësh nga nënshkrimi i marrëveshjes mund të ndërhyet nga ajri, dhe ashtu ndodhi. Gjithashtu ne kemi mbajtur një korrespondencë ose një relacion edhe me zyrën e NATO-s që ishte në Tiranë. Unë 2-3 ditë para se të nisesha për në Maqedoni, për të mbuluar këtë moment historik, kam shkuar tek personeli i zyrës së NATO-s në Tiranë për t'u atashuar që të mos kem probleme për sa i përket xhirimeve. Ju e keni vënë në re se ne kemi xhiruar edhe brenda kuadrateve të forcave franceze dhe britanike dhe nuk kemi pasur të lashe sepse emri im edhe i operatorit ishte një atashuar. Një atashim, por nuk kemi marrë garancione se mund të na sigurojnë për sa i përket jetës. Ata na kanë të lequr vëmendjen se mund të ketë në për shkurët të ndryshme, në për bregore, snajper serb dhe mund t'ju godasin dhe ne nuk marrim asnjë lloj përgjegjësie. Ne thjesht ja u krijojmë lehtësirat që të punoni dhe të gjironi aty ku ne jemi si NATO. Do më thënë, këtu unë e kam ditë se me 12 bëhet futja e forcave në rrugë toksore, për faktin se nga korespondentët tanë që i kishim në Maqedoni në atë kohë, Ibadet Ajrullahu dhe Imer Ismaili, merrim informacione për grupimin e forcave të NATO-s në afërsitë e kufirit me Kosovën. Dhe më thënë, grupimi është bërë diku ndoshta 2-3 ditë përpara. Qysh në kohën kur është firmosur marrëveshja ushtarako-teknike në Kumanov, dhe më thënë ka pasur lëvizje në drejtim të kufirit me Kosovën, përkatësisht në zonën që quhej Blac në territorin Maqedonas. Informacionin e kisha shumë të sigurt, prandaj unë mora masa që të nisem që me 11 natën dhe të mbërrinë e mëngjes. Dhe më thënë, nuk ishim të befasuar, kjo pritej, edhe për shkak të deklaratave shumë, dhe më thënë, të forta, që në atë kohë jepte presidenti Bill Clinton, sekretari Tony Blair, sekretari britanik i shtetit, edhe të tjerit, dhe më thënë, kjo dijej dhe ndodhi ajo çfarë edhe ishte planifikuar që të ndërhyej dhe Kosova të çliroj përfundimisht dhe pastaj normalisht dihet e curia se si e qysh janë larguar edhe forcat serbe me urdhër të asaj çfarë parashikonte edhe marrëveshja tekniko-ushtarake e Kumanovës. Padyshim jo të gjitha gjërat mund të përfshihen në një materiali i cili xhirohet, sepse nga njëherë edhe shumë gjërat të tjera mbesin edhe pa transmetuar nga ato që marrim me kamera, qoftë intervista, qoftë pamje apo gjëra të tjera. Nga ajo që keni përjetuar det, në momentin kur keni keni kalu kufirin e Bllacës, keni hyrë në Kosovë, keni parë aeroplanet të cilët kanë shku mbi qiellin e Kosovës në fakt dhe cilat kanë qenë ato që ju lënë mbresme së shumti?
Kjo që ju sa po ndoqët që transmituat është një përmbledhje një materiali më të zgjeruar. Po. Sepse ne, do më thënë, kemi arritur të kthehemi në Tiranë, hyrja e forcave të NATO-s fizikisht ka filluar në ora 5:17 minutat në mëngjesit, dhe ne dikun nga ora 6:30 jemi kthyer për në Tiranë dhe kemi arritur që në ora 16 në edicionin e pasdites në rrjetin toksor të televizionit shqiptar të transmetojmë një material më të shkurtuar, siç ishte ky. Pastaj në orën 18:35 kur ne transmetonim në frekuencë satelitore televizive, kemi transmetuar një material më të gjatë. Dhe më që ishte në fakt edicion special që i dedikoi vetëm Po, ishte Kosovës. një emision më i gjatë, dikun 20-30 minutash, nga ato që ne kishim xhiruar në këtë ditë, domethënë me 12 qershor. Emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme edhe në sensin profesional, njerëzor. Unë thash që parë që në atë grumbullimin e njerëzve, të cilët ishin buzë rrugës në Stankovec, ata mahniteshin me gjithë shka që ndodhë, disa dhe nuk i besonin syve se që po ndodhë. Emocionet ishin shumë të forta, njerëzit shprehnin dëshiren që në atë moment të ktheheshin në Kosovë. Në ato 2-3 sinkrona, voksa që ju ndoqet në kronik, ajo shprehet. Dhe më thënë, ishte një diçka që për kohën paraqiste peshë të jashtëzakonshme edhe për mua si gazetar, dhe ka qenë, do më thënë, një privilegj pavarësisht të vështirësive, të lasheve që mund t'i kem pasur në kuptimin edhe të situatës në për cilën kalonim, po ishte një privilegj që unë për veten time në jetë nuk do të arrija kur në profesionin tim, po të mos ishte ajo datë. Dhe ajo datë, do më thënë, i atribuohet jo meritave të mia tash, pse unë kam qenë aty, por ka qelluar që t'jem unë aty bashkë me Driton Imerin dhe ta bëjmë raportimin e një lajmi ndoshta historik, jo historik, po për te asaj, sepse ushtria shqiptare e Kosovës në fakt të ndryshoi epokën. Situatat ndryshuan, gjërat ecën në kahun e duhur drejt realizimit asaj që ishte aspirat brezash. Prandaj, në sensin profesional dhe individual, unë ndjej veten të privilegjuar që kam pasur rastin të raportoj këtë lajm me pesh rëndësi dhe përgjegjësi historike. Theksuat që gjatë hyrjes forcat e KFOR-it, pjesëtarët e KFOR-it kanë ofruar siguri aty ku janë ata, mirë po përtej nuk kanë marrë përgjegjësi nëse mund të ndodhë diçka. Sa u është lejuar që televizni edhe në pjesë të tjera? Ne kemi qenë shumë të shpenguar që televiznim në atë pjesë ku ishin forcat e koncentruara, forcat britanike dhe ato franceze, nuk ishte ndonjë problem. Ma afër kufirit, kur kemi lëvizur, aty kemi parë edhe grupe tjera të xhirimit, sidomos televizionet të huaja. Me sa më kujtohet mu, ka qenë CNN, ka qenë BBC, ka qenë ABC News, Euronews, do më thënë disa kanale televizive, cilët kishin edhe transponder satelitor dhe transmetonin edhe online në atë kohë. Po, drejt për drejt. Po. Ne nuk kemi patur mundësi të transmetojmë live, dhe me thënë, por në përmjet linjes telefonike u kam raportuar për Radio Tiranë në qysh në orët e para, që kisha mbritur atje, kurse në televizion ju thash materiali para është transmetuar në ora 16. Në televizionin satelitor, pastaj normalisht kemi transmetuar materiale më të zgjeruara. Aty nuk ka pasur ndonjë pengesë, vetëm që na është tërhequr vërejtja. Mua personalisht, për shkak se unë fizikisht kam qenë në zyrën e NATO-s në Tiranë dhe më kanë paralajmëruar, ju jeni të lirë, mund të shkoni, mund të merrni, domethënë, shenjat identifikuese tonat dhe ato përgjegjësit e tyre në vllazë do të jenë të informuar dhe nuk do të keni asnjë lloj problemi. Nuk kam vëndërë që edhe kolegët e tjerë, të cilët kanë qenë më afër kufirit pastaj. Unë kam shkuar deri tek kufiri ku kam bërë edhe një paraqitje, një stand-up. Domethënë se kam pasur 2-3 stand-up edhe në pikën kufitare dhe pastaj kemi futur forcat. Nuk kemi pasur ndonjë telashe, edhe pse kemi vënë re forcat serbe që largoheshin, të turpruara, domethënë në një mënyrë, edhe ishin kështu si shtuhet për toke. Si ka qenë reagimi i tyre? Reagimi i tyre ka qenë dëshpërus, dhe me thënë, ka qenë në pamjet e tyre të shifshe një dëshpërim, një zhgënjim, një, dhe me thënë, turprim për gjithë shka, sepse forca e NATO-s ishte diçka që normalisht e solli atë optimizmin të shqiptarët, të gjithë ata që ishin aty afër kufirit, të refugjatët, kurse ata iknin. Iknin, ishin dhe me thënë, për toke, për gjithë shka që kanë bërë, u besoj që ata i ka vranë ndonjë ndërgjegje, por kështu e lenin përshtypjen pakten nga gjuha e tyre trupit.
Po me dhe deklaratat e cilat janë marrë të qytetarëve, është teksuar disa herë entuziazmi i madh i qytetarëve për tu kthyer në vendin e tyre. Megjithatë, ka pasur qytetarë të cilët vazhdimisht kanë qëndruar aty dhe kanë pritur që të hyjnë në Kosovë, që në momentin e parë që t'u japet mundësia. Në ato momente që unë futa brenda kampit ku ishin ato të sistemuar në Stankovec, unë kam vënë re sidomos nënat, gratë, që bëheshin gati me ato pak plaçka që kishin, i pregadisnin që të largoheshin prej andej. Normalisht unë nuk kom denjur shumë, se nga ora 6 diçka, se me mëngjesit jam kthyer për në Tiranë. Por ato me njerë kam shpresën dhe besimin se në kthyer, sepse shiheshin edhe kolona në rrugë për në Shkup nga Blaca, ne kemi parë me 10 makina me targa të atëhershme të Kosovës, që ishin drejtuar në drejtim të Hanit e Lezit. Pra, si që ka ndodhur edhe me 13, kur janë futur forcat e NATO-s në drejtim të Kuksit në Prizren, dhe andej ka pasur kolonat gjata, makinash, autobusesh që ktheheshin për në Kosovë, e njëjta gjë ka ndodhur edhe nga pjesa me Maqedoninë. Theksove me parë që gjërat e tilla janë rastësi në jetë. Në përvojën e një gazetari shumë vjeçar, tani në pension, a mbetet kjo raportimi pa haruar, themi ashtu? Po, ky është një raportim që me ka bërë nder, kam qenë i privilegjuar, këtë punë do të mund ta bënte secili nga kolegët tanë atë kohë, por ka rastisur që të jem unë. Dhe këtë raportim normalisht unë individualisht e cilësoj të tillë, besoj se edhe në historinë e gazetarisë shqiptare do të vlerësohet, nuk duhet që të marrun në ndonjë merit ose lavdrat, sepse secili do të mund ta bënte këtë punë. Dhe e cilësoj si një kuror ose kurorizim të punës sime prej gazetarit prej më shumë se 4 dekadash. Kjo me bander, me jep emrin shqiptar, si që thotë Lajm Frashëri në një poezit e tij, po e parafrazoj kështu. Domethënë, është një diçka që rrallë kush mund edhe të arri, sepse ngjarjet e tilla rrallë ndodhin. Mund ndodhin pas 100 vjetësh, pas 200 vjetësh, pas 50 vitesh, por ja ka rastis që unë ta bëj këtë punë, jam munduar ta bëj sa më në mënyrë profesionale. Normalisht edhe unë jam njeri, kam pasur emocionet e mia. Padyshim janë dhe kam pasur edhe një shpërthim emocionesh. Normalisht një shpërthim emocionesh edhe me ata të Stankovecit, të cilët për shembull nuk mund të shpreheshin, sidomos fëmijët, shpreheshin përmes gjuhës së trupit dhe pastaj largoheshin nga kamera dhe shpërthenin nevaj të gëzimit. Dhe kjo është diçka madhështore kur kujtohet në këtë prizmë. Kurse ky kalvarim, ardha nga Tirana, marrja e masave që ne jemi të sigurt mos pengohemi nga forcat e sigurisë e Maqedonisë, mund të bëhet një skenar për një film sot, ta shikosh se si në një rrethan lufte një gazetar me një operator, me një xhirues ka arritur të mbri pavarësisht pengesave dhe të pasqyrojë një ngjarje historike për një vend siç është Kosova. Shumë faleminderit që ishit sot me ne dhe sjellët rrethimin pikërisht asaj dite. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë, ku në qeverinë e Kosovës po bëhet pritje zyrtare me rastin e shënimit të 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Me respekt të thellë për ulësi, nderojmë sakrificën e dëshmorëve, martirëve, invalidëve, veteranëve dhe të gjitha grave e burrave që kontribuan për çlirimin e Kosovës. Në frymën e sakrificës së tyre, sot e çdo ditë punojmë me përkushtim për drejtësi e barazi, për progres me solidaritet. Kujtojmë veprimet dhe vendimet rëndësishme ndërkombëtare që mundësuan ardhjen e trupave paqruajtëse ndërkombëtare KFOR-it dhe mbylljen e një periudhe të errët të historisë së Kosovës. Siç shpjegon emisari special i Kombëve të Bashkuara aso kohe, Marti Ahtisari në librin e tij Detyra në Beograd, arritja e marrëveshjes ushtarake ishte një moment kyç, nënshkruar nga generali britanik Mike Jackson, duke garantuar që trupat e Jugosllavisë e të Serbisë nuk mund të hynin më në Kosovë pa lejen e komandantit të KFOR-it. E tillë ishte edhe situata delikate diplomatike e 11 dhe 12 qershorit 1999,
kur trupat ruse hynë në Kosovë dhe morën aeroportin e Prishtinës para trupave të NATO-s. Kjo situatë tensionuar kërkoi një diplomaci të nivelit të lartë, duke quar në marrëveshjen e arritur me 18 qershor 1999 në Helsinki, ku përcaktua bashkëpunimi i forcave ruse dhe atyre të NATO-s për brenda KFOR-it. Rrëfimi i Ahtisarit për okupimin e aeroportit nga ana e trupave ruse zbulon se sa i madh ka qenë rreziku që Kosova, e sapo çliruar, coptohej në 2 pjesë mbi baza etnike. Sipas Ahtisarit, Rusia dhe regjimi i Jugosllavisë, po e citoj atë nga libri i tij, ishin marrë vesh që Rusia të merrte kontrollin mbi Prishtinën dhe mbi pjesët veriore të Kosovës. Nëse ngjarjet në Kosovë do të zhvilloheshin ashtu që brenda 2-3 viteve shqiptarët ta shpallnin vendin e tyre të pavarur, Serbia me ndihmën e trupave ruse do të mund të mbante një pjesë të madhe të saj dhe të kolonizonte vetëm me serb, mbaron citati. Krejt kjo, përsëri sipas Ahtisarit, e kishte për qëllim që Serbia të marrë në kontroll, po e citoj sërish Ahtisarin, xeheroret e Trepqës dhe shkritorin e Zveçanit, si edhe ndërmarrjet e tjera përpunuese pranë Ibrit të poshtëm, mbaron citati. Për fat të mirë, plani serborus i asaj kohe për pushtimin e dhunshëm të pjesës veriore të vendit dhe coptimin e Kosovës në dysh dështoi në vitin 1999. Por për fat të keq, ky plan nuk ka vdekur ende plotësisht. Ai vazhdon të mbijetojë deri sot në nivelet më të larta të regjimit Beogradit. Këtë e kanë zbuluar dhe dëshmuar qartë institucionet tona të sigurisë pas sulmit terrorist të 24 shtatorit 2023, në të cilin ra heroikisht rreshteri policisë son Afrim Bunjaku. Nuk e harrojmë asnjëherë pra që siguria e vendit dhe territorit ton, e popullit dhe qytetarëve pa dallim, nuk mund të merret thjesht si e mirëqenë. Ajo kërkon angazhim të përhershëm nga institucionet tona shtetërore në bashkëpunim me NATO-n dhe aleatët e tjerë ndërkombëtar. Në këtë ditë ne përsërisim me vendosmëri zotimin ton për paqe të qëndrueshme dhe progres të vazhdueshëm. Paqe kjo që mbështetet në zhvillim të barabartë për çdo qytetar, pavarësisht etnisë, a kombësisë, fesë apo gjinisë. Kosova jon, Republika jon, është vend i guximit, i shpresës dhe i perspektivës evropiane. Andaj ne do të vazhdojmë punojmë bashkë, shumë dhe mirë, që liria jon të jetë e plot dhe që edhe brezat e ardhshëm të mos përjetojnë atë që jetuam ne. 19 shtete anëtare të NATO-s që atë botë intervenuan për të ndalur krimet e forcave të Serbisë, i falenderohemi secilës prej tyre në secilën gjuhë të tyre, ashtu siç tregon edhe baneri i kësaj ceremonie. Tash NATO-ja i ka 32 shtete anëtare dhe ne duam të bëhemi shteti 33, që të kontribojmë në paqen demokratike dhe në sigurinë perëndimore. Aftësitë dhe mundësitë i kemi dëshmuar së fundi edhe në Defender Europe 25. Duke qenë krenar pra çfarë kemi arritur si popull e si shtet, kujtojmë me mirënjohje ata që dhanë gjithçka për Republikën tonë dhe angazhohemi bashkë për të ardhmen e ndritshme të saj. Urime dita e paqes, gëzuar 26 vjetori i çlirimit të Kosovës. Ju falenderoj. Do të vazhdojmë tutje magazinën Info Plus. Kemi ndjekur kështu fjalimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ku në fakt qeveria ka organizuar një pritje zyrtare për shënimin e këtij përvjetori. E ne do të vazhdojmë të mbesim edhe me temën e çlirimit të emocionet të veçanta me 12 qershorin e vitit 99, kishin edhe përkthyesi që hynë me trupat britanike të KFOR-it në Kosovë. Në kuadër të magazinës kemi të ftuar 2 prej tyre, Besnik Tahiri dhe Mimoza Gjevorin.
Do të shkojmë me Mimozën. Mimoza, fillimisht mirë se erdhe. Kënaqësi ju kemi sot në studio. Zoti Tahiri, mirë se erdhet. Faleminderit shumë, mirë se u gjej. Sot të dy të ftuar në një cilësi tjetër dhe të flasim pikërisht për emocionet e 12 qershorit të vitit 1999. Mimoza, do doja ta nisi me ju këtë bisedë. Keni hyrë si përkthyese pikërisht në ditën e çlirimit. Cilat janë emocionet e asaj dite? Emocionet janë të papërshkruara dhe janë emocionet që nuk do t'i harroj kurrë, do të më përcjellin tër jetën, emocionet të një ndryshimi të madh që deri para 12 qershorit, do me thonë, friksoheshim nga regjimi serb, e tani na erdhi dita që t'ja jepim urdhrin dhe t'i thonim dorëzoni armat. Ishim pjesë të qarmatosjes së policisë serbe kufitare Kosovë-Maqedoni. Besnik, edhe ju keni hyrë në të njëjtën ditë, megjithatë ka pasur procedura sigurisht për të hyrë edhe si përkthyes pikërisht në forcat e NATO-s. Si e kuptuat apo si u bë që ju të jeni përkthyes? Ne ishim unë isha në Tetov, edhe shumë ndje me vajzat Prishtinës ishin në Tetov, unë isha një fshat Bogovin, edhe aty në atë kohë me Milot Kelmendin, morëm vesh që do të ketë një intervistim Shkup, dhe bashkë me Milen, atë kohë ka pos një jugot kuqe, shkumë në Shkup, edhe u intervistum, na pranu si përkthyes dhe na tha shkoni në shtëpi. Atëre, më s'kofsha gabim, ka qenë 9 qershori, kur ka marrë një telefonat në shtëpin ku kam nejtë si refugjat, bashkë me familjen time, edhe kanë thonë nesër, mu lajmëru nesër se do të shkojmë për do të hymë në Kosovë. Mbeti baba edhe nona tha, çka ndodhi? Tha, shko me shku, ja nis me punu në Shkup. Si të regova, ai që po hymë, se që tha Mimoza shumë mirë, a ishte friga e madhe ende, se çka do të ndodhë, një hyrje, e kështu me radhë, do të shkoj me punu në Shkup. Edhe shkum atë ditë, u takua me Mimozën dhe Kujtimin, një ndër përkthyes më të mirë që ka qenë në atë kohë në regjimentin anglez, tani bashkëshort i Mimozës. Edhe u takuam bashkë, ne ishim me një njësi speciale, u vendosëm një kodër, edhe nuk ishëm as livall, shkurt e shqip, ne edhe një panqo një farë, me mbuluni, edhe flajtëm ne edhe në ka një sleeping bag, ka një jargon më mlu, edhe flajtëm atë natë. Edhe të nesërmen, do të të ishte dita Moskosha ka vejnë 11, u dashke me hi para trupave rusen në Prishtinë, najtëm disa orë, sa kem najtë disa orë, nështë anë një ora 2 kem najtë Mimos atë ditë. Ka qenë shumë zetë. Edhe u këthym një urën ma lartë, do të flasë pak ma shumë për këtë. Pra, ishëm informatën, ishëm shoqënit Prishtinës, ka dhe përkthyes tjerë Prishtinës që ka 20 vendeve tjera, edhe nuk kem besu kur që do ta kemi këtë emocion, që do ta kemi atë mundësi historike, mirë po ndodhi dhe që sot 26 vjetë jemi këtu me ju. Pa tjetër, do të flasim për këtë temë, mirë po kemi një lajm të fundit, ku qendra tregtare në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë është përfshirë nga flakët. Në vendin e ngjarjes është parë tym që ka mbuluar një pjesë të madhe të zonës përreth, ende nuk dihen rrethanat si ka ardhur deri te zjarri që është shkaktuar në qendrën tregtare në Breg të Diellit. Ne sapo të kemi pamje të drejtë për drejtë apo ashtu edhe gazetarën nga atje do ta lidhim drejt për të kuptuar informacionet e fundit sa i përket shkaqeve që ka shkaktuar në fakt zjarrin në qendrën tregtare në Bregun e Diellit. Informacionet e fundit do t'i japim në kohë reale për të gjitha zhvillimet që lidhen nga atje. Unë ju kërkoj falje që ju ndërpreva, mirë po janë këto lajmet e cilat ndodhin në zhvillim dhe që duhet të sjellim më tepër informacione sa i përket këtyre që ndodhin. Ju të dytë keni qenë bashkë, në fakt, me numrin e përkthyesve që janë zgjedhur pikërisht me 12 qershor. Tani, si erdhi deri te dita kur hyt, sa ka qenë vështirë, sa ka qenë emocionuese për juve momentin kur keni hyrë në Kosovë? Po ashtu, sidomos siguria është çështje kryesore dhe a keni pas frikë momentin kur keni hyrë? Ne derisa ishim në Shkup dhe pritnim për të hyrë në Kosovë, nuk dinim çka po ndodhte në Kosovë, sepse nuk na lejonin asnjë lloj informacioni. Për mua personalisht ka qenë shumë e vështirë sepse kisha lënë prindrit dhe nuk dija çka po ndodhte. Fillum të hynim, u kthyem dhe pritëm aty një 5-6 orë
prap na zgjua në mëngjes, hajde se po hym. Po. Unë nisëm me helikopterin e parë që ishte Besniku, Kujtim Gjevori dhe unë, dhe u zbarkuam në Urë në kufirin Kosovë Maqedoni. Do me thonë pas kufirit ishte ura a parë aty. Ku edhe sot është ajo shtëpia ende pa renovuar. Kur zbarkuam aty, me tër ato forca, ishim në helikopter që e pam atë foto së bashku. Janë edhe fotot në fakt, fotot e cilat i kemi marrë edhe nga ti Mimoza dhe Besniku, fotot gjatë kohës kur keni hyrë, po ashtu gjatë punës që keni pas po me pjesëtar tek foret. Te tuneli është këtu, këtu jemi me të 19, këtu jemi me datën 19 qershor me kujtimin. Do të thotë para datë zyrtare të çlirimit. Këtu janë përgatitjet që janë bërë. Që këtu jemi në helikopter, shira aty mrapa, është helikopteri madh, ne tre kemi qenë helikopteri i parë që kemi që përmendi Mimoza. Vazhdo Mimoza. Kemi zbarku dhe kjo është Apache i quaj, tërë që dera ishte hapur dhe unë britanike, do të thotë sepse janë të parët që kanë hyrë në Kosovë. Po, Gurka ka qenë elita e këmsorisë britaneze, dim të gjithë. Ishte një mburje që ishe me ta, dhe ishte një farë emocioni që me të vërtet ishe me një ushtri elitare të gjithë botës. Njerëzit na shinin si trimëri, mirë po ne nuk friksoheshim sepse po ndodhte diçka e re dhe ishim me një forcë shumë të madhe. Kështu që ishim më shumë krenarë se sa të friksuar. Pasi që keni qenë me 11 qershor me forcat e këforet, a keni arrit të shini largimin e forcave serbe dhe qoftë dhe luftën që u bë deri në momentin e fundit? Janë dy momente të rëndësishme që të thunë për këtë ngjarje. Momenti i parë tash prej këndvështrimit edhe politik të funksioneve ndryshme që i kanë pasur në shtet, mirë po edhe në aspektin ndërkombëtar, unë mendoj që një ndër gabimet më të mëdha që NATO i ka bo në historinë e vetë, është fakti që nuk ka hy me 11 qershor, atë ditë me u ballafaqu me trupat ruse, për shkak se ne kem qenë të përgatitur, pra informacionin se ne s'kem pas shumë informacion. Kem 3 vajza, 3 pastaj na dhanë atë informacion. E kem ditë që kem prit do të thotë prej mëngjesit, duke në rreth orës 5 në mëngjes kem zbrit poshtë që këtu bash, kem brit poshtë. Dhe pastaj, deri rreth orës 12 kem nejt, derisa na ka thonë me u kthye. Unë mendoj që në qoftë se NATO do të hynte me 11 qershor atë ditë në Slatin para regjimentit rus, do të ndodhte një konflikt, do ndodhte një konflikt, mirë po, aty do të shihte Rusia fuqinë edhe vendoshmërinë e NATO-s. Si rrjedhoi atij momenti, unë mendoj që pastaj Rusia e ka pa që NATO nuk e ka përkushtimin e plot me u ballafaqu. Unë mendoj që ne me atë armatim që ka qenë atë kohë, kishte pas viktima, po besoj që NATO e kishte fituar atë betejë. Dhe për mua, në qoftë se nuk do të ndodhte ai moment, nuk do të ndodhte Krimea në vitin 2014. Për shkak se do të shihte vendoshmërinë e NATO-s. Aty është testu me 11-in për vlerësimin, të mirë po edhe disa kolegëve që kemi qenë, është testu, jo guximi, po vendoshmëria e NATO-s me u ballafaqu me bllokun tjetër rus dhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Pra 11-i ka qenë goxha ditë e rëndësishme, kisha më thonë për aspektin gjeopolitik. 12-shi po si është komentuese, padyshim që ka pas biseda mes edhe vetë pjesëtarëve të këforit hyrja e forcave ruse. Me sa di unë ballafaqimin e parë, nuk e di, e kum pas unë me këtë Chris Warren me Rust. Në atë ku kanë qenë në Slatin, na kem kalu prej, do të thotë ne kem qenë në natë, kem nejt në urën e Hanit të Elezit. Pastaj me helikopter kem shku në fshatin Sodol të Lipjanit, ku jemi vendos në një kooperativë bujqësore, dhe prej aty kem kalu në Magur. Gjatë qëndrimit tonë në Magur, në shkollën e Magurës, ballafaqimi me Rus ka qenë goxha i përhershëm, veçanti për shkak se në atë kohë edhe ushtria çlirimtare e Kosovës ka pak i gjujshin Rus. Po. Edhe na u dashke me hisi në mjet, edhe kanë qenë situata jo të lehta në atë kohë me kontingjentin Rus. Kanë qenë ushtarë shumë pa disiplinuar, të dehur. Ka pas problemet një pas njëshme. Absolut, ne kemi pas spaku unë,
3 apo 4 herë ju mballafaqu me ta, për atë edhe në referencën që ma ka shruan atë kohë krisi, thot ka fol rusisht, ma s'ku fol rusisht, më kam njohur serbokratishten, edhe ata e kanë njohur pak, edhe më ka rënë me u po ka qenë shumë pa disiplinuar, shumë goca keq, edhe UÇK-ja ka qenë shumë e vendosur, me të drejtën ndjenja më e madhe për mua me 12 qershor ka qenë me 12 qershor nuk jo vetë që ka qenë kur e ka se kujtimi ka qenë kur është qarmatos policia, edhe mimoza më afër, ku qenë pak më poshtë. Mirë po, ajo ngjarje e para. A ka pas Mimoza më ka tregu, e shifet ajo, do të thonë, ajo rezistencë nuk ka pas. Mimoza më tregoi herë poshtë, tha çështo ndodhi, edhe momenti i dytë ka qenë kur i kom taku ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ajo ndjen, domethënë ndjen më e mirë, ndjen më fuqishme, ç'po di. Tash ju keni kalu Hanën e Elezit, Lipjan, tash ato momente, kur ktheheni dhe kujtoni pikrisht 26 vjet më parë, normalisht që nuk ka pas njerëz, nuk ka pas lëvizje, sa ka qenë, them ashtu, trishtueshme të shihet ajo pamje? Pamja ka qenë trishtuese sepse Kosova ishte boshatisur dhe refugjatët gradualisht ktheheshin. Pasi që hyrin ato, ktheheshin në mënyrë sporadike, dal nga dal, jo në mënyrë të menjëhershme. Shinim shtëpia të djegura, gjithçka si gjendje pas lufte, gjendje vërtet pas lufte. Për mua nuk ishte edhe aq e ndryshme sepse unë kisha lshu Kosovën pothuajse në fund të majit, ku e kisha fatin prap të hyja para. I ke pas rastin të shohesh në fakt, gjatë rrugës që është bodi reja. Kështu që nuk më duk ndonjë pamje shumë ndryshe, sepse kam pas rastin të punoj edhe me gazetar gjatë luftës, ende pa hyrë NATO dhe kam para si skena shumë. Tani ballafaqimi me forcat serbe të cilat largoheshin nga Kosova, se sigurisht edhe për përkthyesit nuk ka qenë punë e lehtë. Keni qenë, themi ashtu, mes dy zjarreve. Unë po i thot 2 momentet mia, pastaj edhe mimoza më ne. Një moment ka qenë interesant, ne natën e parë që fjetëm, nuk fjetëm, po nejtëm në Hanën e Elezit, në urën e Hanit e Elezit, nesërmën shkuam në fshatin Suido, edhe aty ishin ndalë banorë sërbë me na prit. Ata nuk na paqë, nuk na njofshin në uniforma, dhe gjatë gjithë rrugës na ofendojshin ushtarët, po me lule. Kjo tregon po ashtu edhe për të thotë qysh sillen. Ka qenë një ndjenjë shumë e rëndë, më u kthy, s'mishë më u kthy për shkak se ishte. Edhe ka qenë një situatë jo e lehtë. Një ballafaqim tjetër shumë i vështirë ka qenë me krejt situatën në Kosovë, do të thotë me varreza masive në Magur. Unë po flas për vete, se na atëherë u ndajshëm me grupe. Në 2, domethënë puseta, kem gjetë 3 trupa pa jetë. Pastaj në një moment ka qenë një grua me dorë e vdekur që kishte dora jashtë, kishin varros, po kishin varros krejt. Pastaj totalisht qyteti, po fshati i boshatisur, po i shkatrum totalisht. Në një vend ku kemi vendosur në atë kohë një pikë të gurkave, ka qenë bukfalisht, do thotë ka qenë speteproj me thonë që ka qenë këtë mbulum ai vend me fishek, me gërzhoja të fishekve, të Gulinova që këshin gjujnë gjitha antë. Pra jemi të full për një shkatërim total. Po ashtu, që është shumë të rëndësishme, është sjelljen e në atë kohë të eksponentëve të UÇK-s. Shumë pjekur, se nuk ka qenë lehtë për shkak se atëherë u bë marrëveshja e Kumanovës, është bë marrëveshja e demilitarizimit, dhe pastaj neve mbi kemi përkthy me pa në atë kohë Mlinaj ka qenë një vend ku ka nejtë UÇK-ja, mirë, po edhe poshtë komandant lokal, më ka ra me diskutu dhe se, thonë, ama tash jepe armën, cilën ka qenë shumë proces i vështirë. Mirë, po ka qenë një pjekuri politike, në atë kohë është kuptu që ajo që ka ndodhë me 12 qershor, është një akt historik, i cili për vlerësimin tim personal, është akti më i madh historik që i ka ndodhur këtë shekullin e kaluar Kosovës. Më i madh se i 28 nëntorit, për shkak se vlerësimin tim 28 nëntori ka ardhur si produkti shpërbërjes perandorisë otomane. Ka qenë rrethana tjera. Ndërsa liria e Kosovës me një koalicion perëndimor, shqiptarëve me një koalicion perëndimor, njëherë për gjithmonë e ka shtyp, e ka largu një pushtues që ka qenë shekullor. Për këtë arsye jemi krenar, normal që lavdia jonë si përkthyes,
nuk është e barabartë me ushtrinë shqiptare të Kosovës, as me ushtarët që kanë qenë. Na këtë e dim, mirë po në një moment saktuar kemi dhënë një kontribut që mendoj e ka vlerën historike peshën, dhe këto foto kur i shohim na bojnë me uni krenar edhe me uni mirë. Sigurisht që kanë kalu 26 vjetë pas çlirimit dhe jemi në rrethana kritjera. Tani ju jeni në pozita të ndryshme. Sa kohë në fakt keni punu si përkthyes? Sa keni qëndru si përkthyes në KFOR? Në KFOR unë personalisht kam qëndru deri në fund gushtit 99, pastaj jam punësu në policinë e UN-it, ku më vazhdu në Eulex. Keni vazhdu prapë emisionin ndërkombëtar, Musa? Unë në momentin kur janë shku gurkat, atëherë kam ndru punën, kam dalë në OSB, ku kam punu deri në vitin 2005. Do të thotë, i bjen që ka qenë punë e përkohshme kjo në KFOR, punë që ka ardhur pas... Kjo ka qenë, jo vetëm që ka qenë punë e përkohshme, por kjo ka qenë punë në rrethona totalisht, do të me thonë, për shembull, kom flajt shkollën e Magurës që është aty, na kem flajt shkollën e Magurës një muj ditë, në çment. Do me thonë, nuk ka qenë punë, ka qenë ti ke qenë shërbim të një misionit saktum se një këto njësi elitare nuk kanë nejtë vetëm 60 ditë. 60 ditë këto njësi elitare kanë shku, pas kaj ka orë kontingenti kanadez, finlandez, lipjan dhe ndru. Mi po kësi kontingent, këta i kanë pas dy informacione. Shqiptarët janë viktimat mirë, këta tjerë du të me, po flasë për polisi, informacione të qarako, du të me shku, dhe mund kanë qenë njerë shumë të mirë, shumë të zotë. Kanë qenë komstori, pas ta e kanë marë të tjerë. Keni taku edhe qytetarë, sigurisht që keni dëgju edhe rrethimet tyne. Sa ka qenë vështirë të ti dëgjoni edhe të shihni në gjendje në të cilën kanë qenë? Si që tha Besniko, kontributi jonë më krahasu me luftëtarët e çlirimtarët të Kosovës, nuk është aq më krahasu me ta. Mirë po, ne kemi qenë drejt për drejt të ngjarjeve që ndodhin, drejt për drejt të një ngjarje historike aq të madhe, të një ndryshimi aq të madh, që mendoj që Kosova dhe krejt shqiptarët e kanë prit këtë ndryshim historikisht, që të ndodhte dhe me 12 qershor arriti ku më nuk do të përdoreshin armët dhe ishe një popull që mund të prononcoheshe vetë, jo si që nga ka bërë propaganda sërbe, që para botës nga ka treguar jo të vërtetën ndaj neve. Tash e keshim një rast që të prononcoheshim vetë ashtu si që dinim. Te jetonin të lirë, në fakt, edhe të thonim gjithë atë që mendonin, Besni? Ka një moment që, ka shumë momente që tash mirë, po unë e kum njoft një familje të Lipjanit, fshatit Puterovc, Ramez Shabanin e kum njoft në rrethona tjera, edhe ata kanë qenë familje e cila e kanë pas një mulli, edhe kanë qenë familje shumë bugdhonse gjatë kohës 90-ave, duke fillu prej kohës së president Rugova, mirë po edhe vështërsive të mëdha, edhe më kujtohet do të thotë kur kam kalu ka Puterovci, Ramez Shabani më folke shumë për a ishte në Gjermaninat ku i për ndjekur, edhe e kom pa mullinin e tyre djegun. Edhe unala edhe e disha do të thotë sa shumë kontribut ka jap ajo familje në rrethona caktume edhe janë persekutu vetëm për shkak se kanë qenë ndihmaqar. E tash para, kur kesh me krisin, se ishte krisin me bashortin e vetë koloneli këtu, nga vizitoj ishim bashkë me Mimozën, e marëm atë rrugë prej, do të rrethit Lipjanit, ka burgu i Lipjanit për fshatra ndryshme që janë, tash i kena mësu këto fshatrat e Lipjanit me Rovce, me Poteravce, me Magure, me Dvece, Rentes, Latina që vinë. Do të të unala e poshë, ja të regohet ashtë atë kujtohet, kres tash kjo mulli si ka qenë tregimin që ne epshin njerës të Poteravce, apo ta shisa bukur është. Çka du me thonë? Janë 2-3 porosin është atë që i kom mos me nalë, mos me te pruna, one personalisht. Para, liria e cila na ka ardhë para 26 vjetë, është e arritura më e madhe shqiptarëve. Pa asnjë dyshim për shkak se historikisht, secilin etapë që e sheh, qëtë popull, shqiptar, pjesë Shqipnisë, Skënderbeut, Smail Kadares, Enver Hoxhës, pastaj Sali Berishës, Edi Rama, ka qenë nuk ka qenë pjesë
e Shqipërisë. Që kjo popull është bojë i lirë, kjo është një arritër shumë e madhe. E dyta, shumë e rëndësishme, për herë të parë në historinë e NATO-s, bëhet një koalicion me një popull që shumica është muslimane. Dhe bëhet një koalicion i shumic që është popull shumic muslimane me krishterë për me i mujtë krishterët. Kjo është historike, besoj historian duhet me shkru, me elaborë. E treta, duhet me kuptu që lavdia edhe liria që ka ardhur prej këtij momenti. Për mu, aty është shpallë pavarësia Kosovës, se e kum po. Nuk është që e kum një, e kum po, tu i thonë ati, lej armë 2 minuta, e kje ecë. Shku aty në kooperativ, kërsa arraj, henëm në kooperativ bujësore, i tha i shpia, i tu pi shlivë. Njoni aty në Lipjan, dhja e ke qenë temi mu, i tha, jo, tha neve na vynë, tha një javë, ditë ta disa ti paketuj, me javë lëshu këtu kooperative. Tha i ki, tha 30 minuta, 29 minuta, tha i ki, me u bajt i tujtë. Dhe mund të eke pa shlirimin. E ta shë, qka na bjen neve, musi, dikush që është me politikë, që se cilit prej nesh, me dash këtë vend, përveç që me dash, me punu shumë për këtë vend, edhe fundit, merën si shmja, liria nuk është e mirëqen, pacja nuk është e mirëqen. Pse shtetet e mdhaja investojnë në ushtri, në inteligencë, policinë, siguri, në gjithçka që lidhet me mbrojt pacjen. Pacja është çmimi më i madh, e thot Margaret Thatcher, shumë fjalimet veta. Për pacjen duhet me punu dhe me luftu shumë. Këtë pacjen ja kemë bërç varrezave tona, sakrificës, po ja kemë bërç edhe gjeneratave që kanë me ardhur. Pra duhet me qenë shumë pyetshëm. 26 vjet pas të dy jeni në profesionet të ndryshme, Mimoza punon në Institutin për Krime Lufte, Besnikun e kemi të angazhuar në politikë. Si ishini këto 26 vjet dhe çka në fakt duhet të bëhet më tepër për lirinë të cilën e gëzojmë sot? Si popull jemi munduar që të zhvillohemi, natyrisht që zhvillimet kanë qenë të mira, kemi mangësi, kemi gabime si çdo popull në botë, është mirë që të mundohemi, që të kemi një, që shtojnë në gjuhën angleze, një common sense, se cili prej nesh, që të gjykojmë drejt dhe të arrim, të mendojmë sa më shumë që të avansohemi për perspektivën e të rinjve, ta ndryshojmë shëndetësinë, shkollat dhe të investohet sa më shumë në shëndetësi, shkollim, fushën ekonomike dhe gjitha të tjera. Unë personalisht asnjëherë nuk i kam takuar asnjë politike apo partije politike, gjithmonë kam avansuar dhe jam për zhvillime shumë të mëdha dhe të ecën krahas Evropës, botës. Besnik? Po unë na pak me spjegu një farsen si pak ma pozitiv ma si jemi në ditën e shlerimit. Unë me një korrik i bëj 50 vjetë, edhe po më pyet një shoqe imja, zona po më thot, e kom plan me e festu ditëlindjen, dhe po më pyet, po pse po e feston ditëlindjen Besnik? Ka shtë madhe. Thash vallaj, po të regoj zonë, thash, me më këm pyet zoti me një korrik, 99-ës, çka don me pas, kur ti bëjsh 50 vjetë, thash unë s'kisha ditë me i lypë që kam, familjen, fëmijët e shnosh, përën një punë, një jetë normale, një liri. Kujtohet para se me ndodhë 12 qershori, ky vend ka qenë pa shpresë. Njerëz mujnë me thonë që ka dush, gjithkush me marrë lavdin të majtë në djathë. Po unë e di se si kem jetu, 99, 98, 97, do më thonë si kanë jetu prind tonë, largun prej pune, cili ka qenë kontributi i madh intelektualëve, të cilët pak flasin, domthonë jalom këforit, jalom NATO-s, jalom edhe UÇK-s, harrojmë do të thotë që nuk janë këto momente, që ka qenë një proces i madh i ngjarjeve të mëdha historike të kunis nga 68-ta, 81-shit, 89-ta, 90-ta, 90-tat, pastaj domethënë kulminacioni është me luftën për liri, siç e shpjegova. E tash, çka duhet me bë është m'ia shpjegu fillimisht fëmijëve tonë. Na kemë problem, unë e kam djalin e ma 17 vjetë, na kemë problem. Problem që në fakt po i përcjell të ai nuk e kupton që kur unë nuk ka dash me shku në studime në 97-ën, ose me u taku me nonën e ty në Norën, në 98-ën, mu ka dash me laku rrugën, me ik prej post bloqeve. Ata e mendojnë lirinë si të mirëqenë. Liria nuk o kurrë e mirëqenë. Mirë po dhe historia të ne është e mangët, saj përket informacioneve që lidhen me luftën në Kosovë. Ndoshta ne si prind duhet jemi më shumë
informues për fëmijët tonë? Unë mendoj me ne që para do të thotë ne duhet me punu për synimet tona, dhe synimi ynë i parë është me u barazu me popujt që jemi pjesë e përbashkët në një ishull që quhet Evropë. Pra ne jemi në kontinentin e Evropës me u barazu me ta. Për me u barazu me ta, duhet me i bo do kompromise. Problemi thelbësor që ka ndodhur në këtë vend, është shumë herë kompromiset e caktume që i kanë bërë do politikanë një pas si koncesione. Këto kompromise kanë ndodhur për një kauzë më të madhe. Me Ahtisarin kanë bërë ajgare. Po sot ki shtet një orë me 119 vendet botës. Me shumë çështje, domethënë edhe me veprimin e presidentit Rugova në kohën e Holbrukut. Negociata me Holbrukun. Kur e pranoi këtë draftin presidenti Rugova, ai nuk e pranoi që ndodhi intervenimi në atës. Në kohën kur ushtria shqiptare e Kosovës doli në Laush për herë të parë, njerëzit nuk kanë besu që i ka burra që i kanë guxim me i dalë. Të gjitha këto janë pjesë e një historie shumë të lavdishme, e cila tani duhet të formësohet në një qëndrim politik për synime strategjike. Synimi ynë strategjik nuk ka me shku në lindje, as me bo koncesione tjera, as me shkel dikon ma të vogël. Synimi jonë është këtë vend me bo të barabart, e kom shkru sot në një shkrim, kur do në me lexu, me kuptu, me bo vend barabart me vendet tjera evropiane, edhe në Bruxelles me ndodh ajo që ne kemë synim, se neve na flan shpirti kur ndodh bashkimi kombëtar. Po për me ndodh bashkimi kombëtar, ndodhet në Bruxelles. Edhe atëherë një komb do t'i ketë 2 vota. Edhe duhet me pa pak përtej, e tha edhe Mimoza, me pas që kjo common sense nuk mund e boj njerëz që janë inaxhi, njerëz që s'kan pas kur temel, njerëz të cilët jetë e kanë pozitën, partinë. Këto nuk mund me po common sense, është pak mendim më strategjik, më i madh. Dhe mendoj që këtu jem të çalu shumë të na ont, edhe po shoqërisë po flasim për këtë sen. Sot po flasim pikërisht për 26 vjetorin, padyshim që të presim edhe në intervista tjera, të flasim edhe për çështje politike, Besnik. Kismet. Faleminderit shumë Mimoza dhe Besnik që ishit sot dhe rrëfyet për ne dhe shikuesit. Saj përket punës tuaj dhe hyrjes si përkthyes të parë në Kosovë pikërisht me 12 qershor të vitit 99. Ishte kënaqësi ju kishim sot. Të nderuar shikues, ne këtu përfundojmë magazinën Info Plus për sot, ndërkëse saj përket zjarrit i cili ka ndodhur në qendrën tregtare në Bregun e Diellit, policia ka njoftuar se nuk raportohet për të lënduar, mirë po të gjitha informacionet saj përket këtij zjarri do të mund të ndiqni në edicionin qendror të lajmeve në orën 19:30 në RTK. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshim.